Gjykata e posaçme urdhëroi SPAK-un të hetojë rastin e një punonjësi në burgun e Durrësit me iniciale GK, ndaj të cilit prokuroria e këtij qyteti kishte ngritur akuzën e korrupsionit. Siç raporton gazetari Anila Hoxha, policia e burgut u denoncua nga një burgosur i quajtur Marius, i cili njoftoi prokurorinë e këtij qyteti se punonjësia e kishte kërcënuar. Do ta nxjijë jetën këtu në burg nëse nuk më jep 3.000 euro, thuhet se i ka thënë efektivi të burgosurit. Pasi e ka paralajmëruar, policia i ka lënë në një letër të verdhë me shkrim dore numrin e llogarisë ku familja e burgosurit duhet të the shumën. Siç rezulton pas denoncimit të burgosurit, prokuroria e Durrësit kreu ekspertizën e shkrimit dhe me dyshimet se shkrimi i përkiste policit ngriti akuzë ndaj tij dhe pikërisht atë të korrupsionit. Sipas informacioneve, rezulton se parat nuk janë paguar, ndërkohë që çështja me komunikimin e akuzës dhe marrjen si të pandehur të policit u dorëzua tek një gjyqtar paraprak i këtij qyteti, i cili ka shpallur mos kompetencën me konstatimin se ky hetim dhe gjykimi duhet shqyrtuar nga gjykata antikorrupsion në Tiranë. Mësohet se gjyqtari Erion Çela, pasi ka shqyrtuar çështjen, ka vendosur që aktet hetimore të rikonsiderohen edhe një herë nga SPAK, që duhet bëjë të njëjtat veprime dhe t'ia dorëzojë të pandehur policin.